Edhe fillova më mirë tani me fëmijë, më shumë mi shkollu fëmin, mi shkollu vajzë kam 4 vajza, atë kam pas 5 vajza edhe 3 djem, një vajzë më ka dek, tash kam 4 vajza edhe 3 djem. Edhe fillova me familje, 3 vjet kam në karrocë, so shlet me najt, unë e di që me thonë kur e shoh dikon karrocë më në shpirti, që shumë mirë pikë kësaj vajzës që ka e Ademit është. Unë isha në Gjermani, kam bërë shumë operacione, mbi 30 operacione kam bërë krejt deri me sot. Mas luftës si çdo qytetar apo si çdo shqiptar e bërëm, me ndërtimin e shtëpia, me mor jetën pak përpara, me fillu jeta. Unë smushon kisha 2 vllazë filluan, baba filloi dhe kështu që morëm jetën, fillu me mor jetën. Unë ku pas veç thash familjen krijuam para se me kërcë lufta, edhe kur kam hyrë luftë, do thotë mosha 32 vjeçari kam pas 8 fëmijë. 8 fëmijë kam pas. Edhe fillova më mirë tani me fëmijë, më shumë mi shkollu fëmin, mi shkollu vajzë kam 4 vajza, atë kam pas 5 vajza edhe 3 djem, një vajzë më ka dek, tash kam 4 vajza edhe 3 djem. Edhe fillova me familje, edhe fillova me shkollu fëmin. Do të gjithë fëmijë kam shkolluar, kemi marrë jetën përpara, kemi ecë mirë. Mirë atë aspektin thon kështu në rrafshin ekonomik mesatar. Si ka mjaftu që ka në liri. Po familja kanë vujt me mua, edhe baba, edhe nona, edhe kanë vujt edhe vllazët e gjitha motat, për shkak që unë isha shumë i plagosur, 3 vjet kam në karrocë. So shlet me najt, unë e di që me thonë kur e shoh dikon karrocë më në shpirti, se e di që me thonë me 3 vjet, unë 3 vjet kam në karrocë, mas 3 vjetë për rreth parë më çun kom në spitalin e Gjermanisë, edhe kam filluar me ecë me 2 shtaka, me patarica që thojnë. Kështu që kam marrë jetën mirë, kem filluar me punu, vllazët kam punu, të dytë, baba e kishte një pension të vogël në Gjermanisë, tani marrë pensionin në Kosovë, ku ka punë në Kosovë. Kem filluar ne kemi jetë në fshat, kem tokën më shumë na merr me bujqësi, me tokën na merr shumë me tokën tonë. Kem punuar asa kemi mund si çdo shqiptar, po mirë, nuk është më anku, një jetë mesatare, sot vajzat i kanë martuar me 2 djemi kanë martuar.